lëvizje të mëdha. Suareka e fillon me Suarekën, nuk e di sa do të përcjell në komuna tjera, po në Suarek ka me ndodhë rikthimi i rezultateve të së djathtës. Në Suarek ka me ndodhë fitore e LDK-s. Ata jam shumë i sigurt, pa marrë parasysh ndoshta tash jam pak larg sondazheve, sepse nuk po më vjen sondazhet, po vjen ajo bindja jame, percepcioni jam, edhe shokët mi i qytetarëve të Suarekës. Në Suarek e djatha ka me fitu edhe ka me korë një sukses të befasishëm për të mirë, sepse vetëm ata din. Kur e di këto, atëherë normalisht unë jam aty. Unë jam aty për të qenë bashkë me ta, për mos me lënë me luhat këtë orientim, se është tepër më rëndësi, jo veç për Suarekën, mas ta bëjmë tash se Kosova unë garojnë në një njësi zgjedhore në nivel nacional. Ne kemi sistem zgjedhor që duhet me mendua, me ndryshu, unë duhet me marrë vote edhe në Gjilan, që është shumë rëndësi, edhe në Dragash, po ashtu në Mitrovic, po vi prej asaj, dhe përmes Suarekës, po du me dhonë një mesazh, ato shka kom vrejt në Suarek, kom vrejt edhe këto elemente edhe në Ravec, kom vrejt edhe në Malishev, po vrej